Më kujtohet filmi I famshëm kohët moderne që përmend Charlie Chaplin, ku është flitet për alienimin, që kapitalizmi e tjetërson njeriu, e kthen në vegël, e kthen kështu, dhe është Charlie Chaplin që në për ingranazhet apo jo. Film shumë I bukur, film që sot e kësaj dite të bën mendosh, apo jo. Filma ku flitet për njerëz të varfër, për padrejtësi, domon, dhe me që përmendë italianët, gjithë periudha për shembull e neorealizmit që përshkruan pikërisht varfërinë, sa kishte dalë pas luftës, kanë qenë filma që çfaqeshin. Më kujtohet një nga filmat, një regjisor gjigant, ndoshta bashkë me Ingmar Bergmanin më të mëdhenj në botë, Federico Fellini I ka dhënë filmin Net te Kabirias. Sigurisht jo të gjithë filmat, sepse Fellini ka këtu. Po Net te Kabirias është film, ndoshta se keni parë, po është për një grua që bëhet prostitut. Kabiria është një prostitut, por e cila dashurohet dhe mendon se gjeti dashurinë me një njerëz, edhe është shumë e bukur dhe ajo e jeton këtë iluzionin edhe që do të u shkëput nga ajo jeta e prostitutës, dhe tash po ndërton një dashuri, dhe në momenti I fundit aty, pse harroj sot e ditë kam parë që atëherë, ai tipi e ka mashtruar dhe donte ti merrte kuletën lekët. Pra që ishte qëllimi I vetëm. I atij njeriu, kuptonte, dhe kjo ka të zgënjimin e tmerrshëm, nuk ka hall në lekë, ja jep lekët, kupton? Po. Është film I madh, kupton, ka marr Oscar. Çmimi Oscar, po. Po mirë, të paktën në atë kohë. Kështu që janë filma që varet pastaj si I shikon, sa I vlerëson. Është filtri. Por shumë interesante ishte që më thej që në blok ishte një kinema për udhëheqjen që I shifnin të gjithë filmat, edhe ata që pastaj ndaloheshin. Ata, po, aty kalonin për herë të parë filmat. Filmat perëndimor. Merrnin çek ose jo. Mos harrojnë se domon po ta shikosh historia saj kohë është sepse deri në vitet 61-62 ne ishim pjesë e kampit socialist. Dhe filmat që dominonin ishin filmat sovjetik. Ne shikonin filma sovjetik. Dhe kishte shumë filma sovjetik, unë kam qenë fëmijë atëherë, që ishin me lufta e lavdishme, me Stalinin, me gjitha këto, dhe të cilët filluan dhe të ndryshojnë mbas vitit 56, kur mbas vdekjes Stalinit është periudha që quhet disgjelo, e shkrirjes së akujve, ku dalin filma që nuk janë më me ata heronjt e mëdhej që bënin, po I dalin filma me një realitet shumë më njerëzor brenda. Tash më kujtohen disa nga këto titujt më vinë dhe s'më vinë mendje që I kemi parë. Dhe pastaj ndërpriten filmat sovjetik. Dhe kur ndërpriten filmat sovjetik, duhet mbushur pak ky boshllëku I kinemas, se kinemaja njerëzit kishin nevojë për kinema, ishin mësuar, ishte ashtu, dhe filluan të vinë filma perëndimor më shumë. Ishin pak më ndryshe nga që ishin ndryshe dhe sigurisht që kishte nevojë për cenzurë, kështu që cenzura e parë ndoshta ishte ajo në blok ku shkonin këta udhëheqësit, shikonin dhe thonin këti ose këti hiqni sa skena, ndoshta se keni parasysh në atë kohë në Shqipëri nuk shikonin dot filma me puthje, s'bëheshin dot filma, puthja ishte gjë. S'kishte skena fare. Ne për kohë të gjatë në shtëpina thonin të lëviz nga dhoma, nëse kishte ndonjë skenë puthje, kjo ishte traumë mbet. Pra. E shikon? Prandaj por në atë kohë, domethënë që nuk do të flas pozitivisht sepse nuk ajo është duhet parë gjitha, kupton? Disa që kishin mundësi të lexonin, të shikonin këto filma se dhe ato jepeshin me një këndvështrim për të goditur botën borgjeze. Ja se ç'bëhet atje. Ja, më kujtohet një film Pagesa e frikës, bërë nga një roman. Shumë I bukur ishte, film anglez. Ishte me ca shofer të cilët bënin transportim të këtyre detonatorëve të shpërfrim dhe atje ku I merrnin dhe atje ku I çonin, se atje ku I çonin ishte një rrugë shumë e tmerrshme dhe se si
këta domethënë paguheshin shumë edhe domethënë ai njeriu që për lekun për atë bën këto rrugë dhe tregon për këto kamionat me 3 shoferë, tash gjithë historia është me 3 shoferë, nga të cilët 2 ikin, vdesin, edhe vetëm njëri arrin ta çojë atë të marrë lekun. Dhe pagesa e frikës është sepse film shumë i bukur, jam kurios ta shoh tani, se kam parë që atëherë ky tani nga gëzimi që mori këto lekë dhe që ja doli në atë rrugën që ishte rrugë e shtruar, filloi të ecë me kamionin kështu. Të bëj nga qefi, edhe si dhe më shpreh dhe rëzohet. Dhe nuk e shijoj. Dhe nuk shijon edhe pagesa e frikës. Domethënë, ajo frika e madhe nga që u çliroi e pagove pastaj në këtë mënyrë. Por që vinte në duke shikon shfrytëzimin që bën njerëzit se sa. Që ti tregonte këtij populli që botat perëndimore nuk shen ka kaq e bukur. Bota perëndimore ka gjithë këto probleme, gjithë këto vuajtje, gjithë këto gjëra. Prandaj në shtëpitë shqiptarëve ruheshin kanoçet se shumë. Dhe kjo ka ndodhur. Po pastaj sigurisht që njerëzit që dinin të lexonin e kuptonin që ose të shikonin ato që është një realitet, po realiteti jonë ishte një gjë tjetër edhe duhet të kishin një instrument për ta parë se vërtet bota nuk është ideale siç e kemi idealizuar ne nëpërmjet reklamave italiane. Italia sot kësaj dite ka probleme. Sigurisht. Por ama ishte një botë fakti që në atë shoqëri kritikohen këto fenomene dhe ka artiste, ka kështu që ajo e ka ndihmuar atë botë, ndërsa tek ne ty të mungonte kjo, ti kishe gjithë heroj pozitiv në Shqipëri. Në filmat tonë përgjithsisht. Filmat tonë nuk ishin kritik e shoqërisë, kjo duhet parë. Atje ka një kritik e cila ndihmon. Tek ne nuk ishte një kritik, po ishte një lëvdim i vazhdueshëm, një mburrje e vazhdueshme. Sepse qëllimi ishte propaganda. Për ndërtuar ja çfarë realiteti ka ndërtuar partia.